Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e shigjetarit. Shigjetar, koriku do t'jetë një muaj shumë interesant për të gjithë ju. Shikoj që keni shumë plane, shumë dëshira që doni të realizoni. Disa duan të udhtojnë, disa duan të provojnë një aventurë të re, disa duan që të arrin disa synime në punë, dikush do doj të ndryshoj vendin ku jeton, të emigroj, të shkoj në një vend më të largët, pra planet janë të shumta, po mbi të gjitha në javën e parë unë shikoj që keni shumë besim tek vetja juaj. Konfidenca juaj do t'jetë shumë e lartë në fillim të korikut. Kjo edhe sepse jeni përkushtuar pamjes së jashtme, shigjetar, keni punuar me veten shumë, jeni në formë, shumë prej jush mund të kenë bërë edhe palestër prej kohësh, apo t'jenë marrë me sport, t'jenë marrë me vrap, me aktivitet fizik, dhe jeni në formën më të mirë të mundshme. Edhe veten ndjeni këtë gjë, po edhe së jashtme sigurisht merrni komplimenta, vëmendje pafund. Dhe shumë nga ju doni ta shfrytëzoni këtë gjë, imazhin, pamjen tuaj, jo vetëm për të krijuar lidhje dashurie romantike, por për të përfituar edhe diçka nga ana materiale, për të përfituar për të afruar njerëz, pra kjo vëmendja që ju keni, qoftë për femrat e shenjës së shigjetarit, por edhe për meshkujt që ju shoh pak në atë rolin e Don Juanit, doni ta shfrytëzoni që të merrni nga ana materiale, që njerëz të tjerë që kanë mundësi t'ju ndihmojnë për të arritur ato plane që ju keni, ato synime që keni për të ardhmen tuaj. Për këtë arsye edhe do dilni në takime që mund të jenë takime pune, por edhe flirte, mund të jenë edhe një formë për t'i joshur, për t'i bërë për vete këto persona, pra keni shumë plane, shumë dëshira dhe nuk hezitoni të përdorni edhe pjesën e sensualitetit tuaj për të arritur atë çfarë ju dëshironi. Nuk keni këtë pjesën e paragjykimit nga të tjerët, nuk ju intereson fare, ju jetoni për veten tuaj dhe thoni unë do përdor çdo mjet për të arritur atë vizion, atë plan që kam për jetën, për veten, pavarësisht se si mund të duket së jashtmi, ju çdo gjë do ta shfrytëzoni, do përdorni çdo armë, le të themi, për të arritur suksesin. Dhe shikoj që këto biseda do jenë biseda pozitive, ju do merrni ato rezultate që ju kërkoni, sepse në javën e dytë unë ju shikoj në lëvizje, shikoj një rrugë në javën e dytë, por edhe një sukses, edhe një fitore, pra do t'ju jepet çfarëdo që do kërkoni në javën e parë, do ta arrini në javën e dytë. Dhe jeni me një herë thoni, ok, po patjetër, le të bëjmë këtë gjë, le të dalim, le të bëjmë këtë gjë tjetër, ju shikoj shumë të interesuar, shumë të dhënë. Shikoj java e dytë është një javë ku keni afër jush njerëz të cilët kanë të njëjtin vizion dhe e shikojnë të ardhmen dhe kanë të njëjtat plane një lloj si ju. Mund të jenë për ata shigjetarë që janë single, mund të jetë një shok ose një shoqe që e keni afër vetes, që ka po të njëjta gjëra, domethënë të dyja palët, ok, unë do bëj këtë, ti do bësh këtë, mbështesni njëra tjetrën dhe mundet edhe të vendosni bashkë të largoheni, të shkoni në një vend tjetër, në një vend më të ngrohtë, në një vend që ka ekonomi më të mirë, në një vend ku mund të punoni edhe të keni të ardhura më të mira, sepse nuk jeni të kënaqur me qytetin ku jetoni momentalisht. Ju duket sikur opsionet janë të kufizuara, ju duket sikur nuk keni mjaftuar shumë mundësi, keni këtë dëshirën për një gjë të re, për të eksploruar një vend më të madh, një vend që është më interesant, që ka më shumë se çfarë ka shumë për t'ju ofruar. Ju shikoj në lëvizje, shumë nga ju shoh në një ndryshim. Ky ndryshim mund të jetë për disa muaj, ndoshta për periudhën e verës mund të vendosni të largoheni dhe të ktheheni sërish. Për dikë mund të jetë një ndryshim më i gjatë, të emigroni për një kohë shumë më të gjatë, ndoshta edhe përfundimtare. Po fokusoni tek dhe vazhdoni me këto persona, me kë keni afër, mund të jenë edhe në disa raste, mund të jetë edhe një çift që bashkë, nëse ju jeni në një situatë shumë mirë me njëri tjetrin, mund të jeni ju të dy që
po arrini nëpërmjet charmit, nëpërmjet pjesës së ambicjes, që të flisni me njerëz të ndryshëm edhe të tregoni shumë të shkathët të dy bashk për të arritur synimet që keni, por e shikoj si një çështje që ka të bëj me një rrugtim të largët, që ka të bëj edhe me tregti. Disa shigjetar në muajin korrik mund të jenë edhe në planin e hapjes së një biznesi apo marrjes së mallrave. Shikoj import, export, pra mallra që i merrni nga një vend tjetër, i sillni në vendin ku jetoni, apo vendosni të shkoni në një vend tjetër edhe disa nga mallrat që mund t'i merrni nga këtu të hapni një biznes atje, është diçka që është në afatgjatë. Po ka shumë energji zjarri, që është pjesa e adrenalinës, jeni në një fazë plot adrenalin, plot energji, dhe jeni të gatshëm të punoni me orë të tëra, orë të gjata, nuk ju bën përshtypje asgjë, keni këtë etjen e madhe për të marrë më shumë, për të arritur më shumë sukses, shumë energji. Po ju duhet edhe ana pak praktike. Ana praktike, shigjetar, të përqendroheni disi, sepse kur ke shumë zjarr brenda teje, zjarri ose mund të digjet edhe nga ajo nxehtësia të shfrytëzohet pozitivisht si energji, ta kanalizohet edhe në rastin për shembull të lokomotivës se çon trenin përpara, ose mundet edhe të djeg një qytet të tërë nëse digjet jashtë kontrollit. Pra mënyra se si ti e menaxhon këtë energjinë tënde, këtë adrenalinën tënde, këtë euforinë e madhe që do të kesh në muajin korrik, do të jetë shumë e rëndësishme në rezultatet që do të marrësh. Mos i shfrytëzo gjërat më shumë se ç'duhet, mos ço situatën në ekstreme, përpiqu që të kesh edhe plane konkrete të gjërave që do të realizosh. Ndonjëherë janë edhe risje të mëdha që disa prej jush mund të marrin, sidomos në javën e tretë. Kujdes nga investimet me risk. Kujdes mos të merrni më shumë nga ajo çfarë mund të përballoni, me idenë që po e bëj këtë gjë edhe do dal me përfitim, apo të harxhoni para më shumë se ç'duhet, apo të bëni një blerje të madhe më shumë me idenë që do përfitoni më vonë, do të shisni më vonë, do t'ju kthehet si shumë. Çdo investim duhet jetë i mirë menduar dhe me kujdes. Prandaj edhe në fund të muajit korrik, energjia e High Priestess më tregon që është mirë të qetësoheni, është mirë në radhë të parë të uleni me veten tuaj, edhe të gjitha këto ndryshimet që kanë ndodhur gjatë muajit, të analizoni me qetësi. Pra bisedat të ndryshme që keni pasur, kontaktet që keni krijuar, ky ndryshimi i madh, lëvizja, çdo gjë, udhëtimet, çfarë ka ndodhur, jeni në një pikë ku duhet pak kohë në heshtje, pak kohë reflektimi, pak kohë për të kuptuar, okay, bëra gjithë këtë gjë, tani jam në këtë pikë, kush është hapi tjetër, hapi i radhës, dhe gjithashtu për të mbajtur pak sekrete, pak të fsheta që lidhen me pikërisht me këto plane. Jo çdo person duhet të di gjithçka. Jo çdo gjë që ti bën duhet jetë në rrjetet sociale, apo jo çdo gjë që ti mendon duhet t'ju a thuash të tjerëve. Mundohu që të kesh një të tërhiqesh edhe të jesh më privat si person. Edhe shumë më kujdes në biseda, në çdo gjë. Kjo do të të ndihmoj për pjesën e organizimit, do të të ndihmoj për pjesën e suksesit në të ardhmen, që mos krijojnë keqkuptime, sepse ndonjëherë nga zilia dikush mund të thotë diçka më tepër edhe mund të dalin disa sekrete, kështu që bëj kujdes dhe merr një kohë pauze, sepse shumë zjarr, shumë eufori, shumë shpërthime do të ketë ky muaj në këto 3 javët e para. Përveç asaj, unë shikoj edhe një situatë njohje, një njohje e re, një njohje interesante. Nëse prisni që dikush që është në distancë, sidomos, që mbani kontakte në distancë, i vareni komplet nga ky person, mund t'ju ketë premtuar shumë, mundet t'ju ketë thënë që do të ndihmoj për këtë, për gjithçka, për çfarë ke nevojë,
mund të zbuloni që ky person në fakt ka dikë tjetër, është në një marrëdhënie tjetër, po flet me ju, mund të jeni në distancë, mund të jeni në një marrëdhënie që ka flisni nëpërmjet internetit e të tjera, nuk e dini të vërtetën e këtij personi dhe deri në fund të muajit do të zbuloni që është një person tjetër, që ky person është i lidhur, apo është i martuar, apo ka një raport tjetër. Nëse keni dyshime, nëse keni pikpyetje, sigurisht kjo nuk vlen për të gjithë shigjetarët, po për disa është mirë që të hetoni pak, të shikoni pranë në fshetësi personin në rrjetet sociale, kur bisedoni, sjelljet e gjithçka tjetër, për të zbuluar të vërtetën. Dhe mbi të gjitha, mbani shpresat tek vetja juaj, jo tek një person tjetër 100% me idenë që do t'ju ndihmoj, apo të merrni një vendim të madh, se ndonjëherë shigjetarët keni tendencën nga që mërziteni nga vendi ku jeni, nga gjërat që po bëni, keni tendencën që thoni po iki, nga këtu po shkoj diku tjetër, e një person mund të thotë një fjalë që hajde mund vish tek unë, edhe ju e ndryshoni komplet, leni çdo gjë pas, leni punën, leni gjithçka, edhe thoni ok, po filloj një jetë të re, nga ajo dëshira për dal, nga ajo dëshira për të eksploruar, nga ajo dëshira për një jetë interesante. Edhe shpesh e gjeni veten në situata pastaj që thua, unë nxitova, duhet ta kisha menduar më mirë, ndoshta ishte zgjedhja e duhur që të vija të rija këtu me këtë person, kur nuk është ajo që unë doja, apo nuk është zgjedhja, opsioni që kisha menduar, ose që ky person ka premtuar. Kështu që jepini kohë vetes, shijojini aventurat, shfrytëzojini faktin që ndjeheni kaq mirë, për sa i përket imazhit, pamjes së jashtme, por për çështje që janë madhore, dhe kur vendimi varet nga dikush tjetër, nga ndihma apo suporti që dikush tjetër do t'jap, atëherë duhet të tregojeni të kujdesshëm. Dhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju më thot: turn on your heart light, reflect on a time when you experienced love. Pra ndize dritën e zemrës tënde, reflekto mbi një kohë kur ti ke ndjerë e ke përjetuar dashurinë. Kjo për ato shigjetarë të cilët mundet që këtë pjesën e zhgënjimit të së shkuarës, apo të jeni në një fazë ku keni dashuruar më përpara shumë, jeni mërzitur, jeni zhgënjur, jeni ndarë, dhe tani thoni unë do ta shfrytëzoj pamjen, do ta shfrytëzoj bukurinë, do ta shfrytëzoj gjithçka për të arritur synimet e mia, por nuk do dua më me zemër. Dhe kjo është një lojë që nuk jep rezultate, njerëzit gjithmonë tendenca është për të dashuruar, tendenca është gjithmonë për çdo person ka nevojë të jetë i plotësuar, të ketë një raport të sinqert, edhe pse mund ta mendosh që kjo të jep një lloj satisfaksioni për egon tënde, për atë krenarinë tënde, në afatgjat mund të jetë diçka që ti e fillon me idenë e një loje, me idenë hajtë se po përfitoj nga kjo situatë, po mundet të përfshihesh emocionalisht. Prandaj dhe mesazhi është i tillë: ndize dritën e zemrës tënde, mos ec me këtë dëshirat e egos, dëshirat e për të treguar shiko kush jam unë, edhe unë mund të përfitoj, dhe unë mund të bëj, dhe mendo se sa e bukur është dashuria, mendo për kohën që ti ke dashuruar, mendo që dashuria, pavarësisht se si gjërat shkojnë në një marrëdhënie, vlen gjithmonë që të dashurosh sërish dhe ta provosh si ndjenjë. Unë uroj që t'ju kem ndihmuar me këto mesazhe shigjetar, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonojeni, të bëni subscribe, që mos të humbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe bashkë do dëgjojmë. Gjithë të mirat, mirupafshim.